Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, soda e bukës me limon shëron këto 10 sëmundje, mbaje një shënim. A i keni ditur përfitimet që sjell konsumi i limonit me sodën e bukës? Mendohet se kombinimi i të dyjave është shumë efektiv për të ulur qelizat e këqija dhe që t'i zhduk ato. Pra, ne sot do t'ju tregojmë se si ju të përfitoni nga kombinimi i këtyre dy përbërësve të cilët mund të bëjnë ndryshime të mëdha pozitive në shëndetin dhe në trupin tuaj. Soda e bukës përdoret gjerësisht në trajtimin e pjesëve të ndryshme të trupit si ato të jashtme, ashtu edhe të brendshme. Limoni përmban sasi të mëdha të vitaminës C dhe elementë të tjerë të domosdoshme për trupin e njeriut që konsiderohet si infuzion natyral. Ndërkohë, përfitimet e kombinimit të sodës dhe limonit. Alkalinizimi i trupit. Përzierja e limonit dhe sodës së bukës bën alkalizimin e organizmit. Kjo na ndihmon për të luftuar acidozën, e cila mund të ndodhë kur veshkat nuk heqin mjaftueshëm acid nga trupi, ose në anën tjetër edhe kur trupi prodhon shumë acid. Prandaj është një ilaç i shkëlqyeshëm për veshkat dhe gjithashtu lehtëson punën e tyre. Dhe gjithashtu ndihmon në çelmimin e trupit dhe në djegjen e dhiamit. Ndihmon sistemin e tretjes. Ju tashmë e dini se limoni ndihmon sistemin tuaj të tretjes. Pak sot buka ndikon shumë pozitivisht në sistemin ton të tretjes dhe e bën të funksionojë më mirë. Është antiacid i mirë dhe gjithashtu lufton edhe fryrjen. Pastron mëlçinë dhe gjithashtu rrit energjinë. Ky ilaç është i jashtëzakonshëm pasi do të ndihmojë të pastroni mëlçinë dhe gjithashtu mund t'i jap trupit tuaj një dozë të mirë të vitaminës C. Ndërkohë, sipas ekspertëve përmban kalium dhe antioksidant, pra mos harroni që të filloni ditën me këtë ilaç. Ju do të ndjeheni të rifreskuar dhe njëkohësisht plot energji. Mos harroni që gjithashtu kjo përzierje ndikon edhe në uljen e nivelit të kolesterolit të keq dhe përmirëson shëndetin ton kardiovaskular. Përbërësit që do t'ju duhen janë një lugë gjellë sodë buke, një gotë ujë, lëngun e një gjysmë limoni. Në një gotë me ujë hidhni një lugë të sodës së bukës dhe e përzieni mirë. Pastaj nga gjysma e limonit e shtrydhni gjithë lëngun në gotën me ujë dhe sodë buke. Është e rëndësishme që kjo të pihet me stomakun tuaj bosh dhe të përsëritet një javë. Pas një jave ju duhet të pushoni 2 javë të tëra dhe pastaj mund të përsëritet sërish i njëjti cikël. Aciditeti i limonit mund të jetë ndoshta i dëmshëm nëse teprohet. Për këtë arsye duhet që të ndiqni këshillat e caktuara. Është e rëndësishme që kjo pije nuk ka efekte anësore dhe përveç përfitimeve, mendohet se lufton mjaft probleme shëndetësore. Keni dëgjuar ndonjëherë për kurën me lëng limoni dhe sodë buke? Kombinimi këtyre të dyjave ka shkaktuar shumë diskutime në mesin e dashamirësve të mjekësisë popullore. Soda e bukës, limoni, domatet, luleshtrydhet, pjeshkët apo rrushi ofrojnë shumë minerale, vitamina dhe enzima të cilat parandalojnë sëmundjet, por gjithsesi duhet edhe konsultimi me mjekun. Në mjekësinë tradicionale dhe atë popullore, parandalimi është veprimi më i rëndësishëm që ju mund të bëni për shëndetin tuaj. Ndërkohë, limoni dhe soda e bukës janë 2 prej përbërësve që ju duhet të përfshini me patjetër në regjimin tuaj ushqimor dhe do të trajtoni këto probleme. Veshkat. Lëngu i limonit me sodë buke është efikas sidomos në përkujdesje ndaj veshkave. Ky lëng gjithashtu ndihmon organizmin që të largojë toksinat
dhe të djegë yndyrat. Gjithashtu, juve do t'ju nevojitet kjo përzierje edhe për të trajtuar tretjen. Limoni bashkë me sodën e bukës ofrojnë një përzierje të shëndetshme për sistemin tuaj tretës. Ato shmangin refluksin në stomak dhe ofrojnë gjithashtu të gjithë qetësinë e munguar. Detoksifikimi. Lëngu i limonit me sodë buke është një pije e mirë për ta nisur ditën. Ai pastron mëlçin, fal dozës së lartë të vitaminës C, kaliumit dhe antioksidantëve. Për më tepër, në qoftë se ju pini ujë me sodë buke, ju do të rregulloni nivelin tuaj të kolesterolit të keq dhe do të përmirësoni shëndetin tuaj kardiovaskular. Si ta konsumoni këtë pije dhe kujdesi që duhet treguar. Mbushni një gotë me ujë dhe hidheni një lugë çaji me sodë buke. Shtrydhni lëngun e një gjysmë limoni. Përzieni mirë dhe pijeni në mëngjes. Ky lëng duhet pirë gjithmonë në mëngjes dhe përpara se ju të hani ushqim. Lëngu duhet pirë për 2 javë me radhë, më pas duhet të bëni 2 javë pushim. Nëse vuani nga gastriti, tensioni i lartë i gjakut apo problemet me zemrën, atëherë nuk duhet që ta pini këtë lëng për shkak të nivelit të sodiumit. Gjithashtu soda e bukës edhe si një përbërës i vetëm nuk mungon kurrë në kuzhinë apo në frigorifer. Soda e bukës mundet ju ndihmoj kundër urthit. Nëse vuani nga urthi, atëherë duhet të dini se pirja e sodës së bukës të shkrirë në ujë ndihmon në neutralizimin e acidit hidroklorik dhe eliminon gjithashtu dhimbjen e urthit. Bulzat e ujit do të ndihmojnë në çlirimin e gazrave dhe gjithashtu largojnë fryrjet. Aciditeti i tepërt në organizëm nxit shfaqjen e shumë sëmundjeve si osteoporoza dhe arrin që të lulëzojë në një mjedis me aciditet të lartë. Pirja e ujit me sodë buke balancon pH-in dhe promovon mirëqenien apo ushqen trupin me energji. Kundër inflamacionit. Inflamacioni i kyçeve shkakton shumë dhimbje. Toniku me sodë buke ndihmon kundër akumulimit të acidit urik në urinë, gjak dhe inde. Kundër infeksioneve urinare. Uji, lëngu i boronicës së kuqe dhe uji me sodë buke rekomandohen kundër infeksioneve urinare. Soda e bukës ul nivelin e aciditetit në urinë. Më shumë energji dhe gjallëri. Nëse kryeni aktivitete fizike, atëherë keni nevojë për shumë energji, të cilën mund ta merrni duke përzier 4 gota me ujë me gjysmë lugë çaj me sodë buke, 1 lugë çaj me krip deti, 2 lugë gjelle me mjalt dhe 1 lugë gjelle me lëng limoni. Mirë po kujdes, soda e bukës përmban shumë sodium, ndaj nuk duhet që ta teproni. Nëse vuani nga sëmundjet e mëlçisë, veshkave, tensioni i gjakut apo edema, atëherë nuk duhet të pini ujë me sodë buke. Mos e pini nëse jeni shtatzën. Fëmijët nuk duhet të pinë ujë me sodë. Nëse pini laçe, mos pini ujë me sodë. Mos e pini nëse jeni me stomakun plot. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.